Pse nuk e fal namazin? Sepse jam i zhytur në mëkate, në gjinohe. Njëherë duhet më largu prej mëkateve, prej gjinoheve, pastaj filloj me fal namazin. Ta shohim sa qëndron ky arsye tem. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Nëse analizojmë pak gjendjen e atyre të cilët nuk e falin namazin, atëherë vim në konkluzion se arsyet madhore janë dy për shkak të mosfaljes së namazit nga ana tyre. E para është mosnjohja e rëndësisë dhe vlerës së namazit dhe njëkohësisht mosnjohja e rrezikut të braktisjes së namazit, dhe arsyeja e dytë madhore është apo janë disa dilema, disa mëdyshje që i kanë. Këto zakonisht janë për shkak bindjeve të gabuara, për shkak ignorancës, i kanë disa dilema, disa mëdyshje shumë lënës të namazit apo mosfaljes të namazit, të cilët shërbejnë si pengues, si barikadë, si barierë që ta falin namazin. E një prej tyre që është e përhapur tek muslimanët është se kam shumë gjinohe, kam shumë mëkate, njëherë duhet me u largu prej mëkateve e pastaj falem, pastaj e filloj namazit. Kjo dilem apo ky justifikim nuk qëndron as nga aspekti i logjikës e as nga aspekti fetar. Për shkak sepse namazi e lun rolin e larguesit nga mëkatet. Namazi është mekanizma më e rëndësishme, më efikase që na ndalon nga veprat e këqija, nga gjinohet, nga mëkatet, na largon nga gjinohet. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Thot me të vërtet namazi largon, ndalon nga veprat e dyta dhe nga veprat e këqija, apo nga çdo vepër e keqe. Edhe a nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mjaft bindës kur ai ja solli si shembull sahabëve për namazin, do të thonë analogjinë ja solli si një lum, pra të cilët lahemi 5 herë ditë. Nëse ashini sikur ta kishnin një lum para derës suaj dhe të laheshin në të 5 herë në ditë, a do të mbetej diçka nga papastërtia? Kur i pyeti sahabët çka thanë? Jo, asgjë nuk do të mbetej, edhe kjo është e natyrshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Tha, kështu është namazi. Allahu Azza wa Jall përmes tij i fal gjinohet, mëkatet. Pra namazi është mjeti që na pastron nga mëkatet, na largon. Edhe nëse ka dikush mëkate, ai do të vesh me nis me fillu me namaz. Edhe namazi pastaj do të bëhet shkak që ti lojë ato vepra të këqija. Edhe kjo është e parë, e dëshmuar, e afirmuar në realitet. Një shembull nga jeta, kjo i ngjan atij personi i cili thot do të filloj të pastroj dhëmbët pasi që të më janë pastruar. Pa e marr sebepin e pastrimit, apo pa e vepru procesin e pastrimit. Çish ka mundsi kjo? Apo do të pastrohem kur jam i pastërt. Kjo nuk ka as pak logjik. Prandaj pavarësisht mëkateve, gjinoheve, ai i cili ka gjinohe, ka mëkate, nuk ka rrugë tjetër përveç se përmes namazit të largohet nga çato mëkate. Namazi është mjeti i domosdoshëm që të largohemi nga gjinohet, nga mëkatet, nga devijimi, edhe me pastaj me faljen e namazit që të na shtohet udhëzimi, që të na shtohen veprat e mira dhe të ndodh procesi i përmirësimit. Pa namaz nuk ka proces të përmirësimit. Dhe pavarësisht çfarë mëkate dhe sa të mëdha janë, veç namazi, mosfalja e namazit është një prej mëkateve më të mëdha. E me faljen e namazit, me nisjen e namazit, ti veç je duke vepruar një vepër madhështore dhe duke lënë një vepër shumë të keqe, prej veprave më të këqija, që do të jetë sebeb pastaj që të largohesh edhe nga veprat e tjera të këqija. Prandaj namazi është zgjidhje, namazi është ilaçi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.